GKK ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 8 arrestuarit lidhur me aksionin e SPAK ndaj call centerave dhe skema e mashtrimit, përmes së cilës janë zhvatur qytetarë italianë dhe të vendeve të tjera të BE-s. Për 2 nga të arrestuarit është caktuar masë e sigurisë arrest në burg me një afat prej 20 ditësh, ndërsa në kërkim mbeten organizatorët e aktivitetit kriminal, vëllezërit Agim, Alfred dhe Arjan Prekaj. Aksioni u krye gjatë fundjavës nga ana e SPAK në 2 prej kullave shumëkatëshe në qendër të Tiranës, ku bëhej aktiviteti. Kanë qenë gazetarët e emisionit investigativ italian Lejene, të cilët kanë dorëzuar në SPAK materiale të punës së tyre që ndihmuan në zbulimin e kësaj veprimtarie. Një numër i konsiderueshëm personash që punonin për kompaninë mashtruese telefononin njerëz të ndryshëm duke i nxitur të investonin në platformë, me shuma që nisnin nga 250 euro dhe arrinin në 200.000 euro. Organizatorët e kësaj veprimtarie kriminale kishin ngritur një strukturë të sofistikuar sigurie, duke përdorur jo vetëm kamerat, por edhe personel vëzhgimi jashtë kësaj qendre. Për 2 ditë më radhë, SPAK gjurmoi në qendër të kryeqytetit organizatorët e aktivitetit mashtrues, pasi lëviznin ambientet për të mos u kapur.